tjera, duke qenë se një nga kauzat e protestuesve është ajo e heqjes së imunitetit për Belinda Ballukun. Por përsa i përket planit masave të policisë, kishte të bënte po ashtu vetëm me bllokimin e disa prej rrugëve kryesore, por duket se godinat e policisë, ajo e policisë shtetit ku në fakt në krye të së cilës qëndron Ilir Proda, por edhe policisë të Tiranës kishin një numër më të minimizuar, mund të themi, të forcave të rendit. Duket se tashmë me marshimin drejt godinës drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, ka nisur po ashtu edhe spostimi i njësër prej nga 1500 efektiv policie, një pjesë e tyre tashmë të cilët shkojnë dhe pozicionohen si gardë rrethues, mund të themi, në ambientet e drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, pritet për të parë se cila do të jetë hapa që do nërmarin pra këta protestues, duke qenë se një nga akuzat e hershme që kanë ngritur janë Nuk e di nëse ke pamjen, ndoshta ndodhesh larg, por ne shohim një vendosje të një kordoni të policisë pikërisht pranë policisë së shtetit, është në mes të rrugës e dal policia në kordona që janë njëri pas tjetrit, siç e shikoni, ku është ndalur plotësisht qarkullimi dhe me sa duket është në pritje të protestuesve. Nuk e di sa e sheh me sy të lirë. Në fakt jemi ende pak larg Nisida, kjo është edhe ajo çfarë raportoja që fillimisht është vendosur, është parashikuar më saktë vendosej vetëm një numër shumë i ulët i forcave të rendit në godinën e drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit dhe policisë Tiranës, e cila ndodhet në një tjetër zonë, pra jo rreth bulevardit që ne bashkë me protestuesit jemi duke marshuar, por në fakt ka pasur po ashtu edhe plan masash, mund të themi, për bllokimin e kësaj rruge, e cila nëse do të përshkruaj pra nga protestuesit, por me bërjen publike, mund të themi, të destinacionit parë që do të marshohet dhe që po marshohet më saktë drejt drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, i me i hershëm ka qenë duket në këtë lloj forme të paktën edhe reagimi i policisë që kanë shkuar për të marrë, pavarësisht se në deklaratën e tyre zyrtare pra thuhet që nuk marrin përsipër protestën, por njëkohësisht kanë shkuar për të ruajtur godinën e tyre, mund të themi, duke qenë se janë pjesë e strukturës policisë së shtetit. Po, Gjensila, faleminderit për momentin. Do doja tani një lidhje drejt për drejt me Renaldo Salianin, sa po të jetë mundur për të marrë më tepër informacion për atë çka ne po shohim edhe në të djathtë të ekranit, apo jo, sepse pati një lëvizje gjithashtu të forcave të rendit, ku sikurse përmendi dhe Gjensila Kodra, ishin në një farë mënyre të përgatitur për këtë skenar të opozitës se do të shkohej tek policia e shtetit. Fillimisht pati, le të themi, një kakofoni informacioni se mund të shkojë tek drejtoria e Tiranës, pra drejtoria e policisë Tiranës, e më pas u bëhe qartë se do të zhvendoseshin fillimisht tek policia e shtetit. Do të qetë momentin kur afrohen protestuesit me kordonin e policisë, pra për të parë nëse mund të ketë apo jo një përplasje mes protestuesve dhe policisë. Dhe në deklaratën e tij të parë, pak momente më parë, një bashkëbisedim me gazetarët, shohim një herë, nderuar shikues, edhe rrugtimin që bën Berisha dhe protestuesit, si edhe eksponent tjerë të Partisë Demokratike, si edhe nga ana tjetër kordonin e policisë që i pret tek policia e shtetit. Renaldo Saliani më dëgjon tani. Po. Përshëndetje përsëri Renaldo, linja për ty, çfarë është kordoni policisë dhe çfarë mobilizimi ka? Sa në distancë janë protestuesit? Protestuesit janë duke mbërritur në këto momente, janë në urën që është në Unaz dhe janë afro 50 apo 60 metra larg nga kordoni i policisë, ndërkohë që me njëherë sa po është vendosur që protestuesit do të drejtohen në drejtim të drejtorisë së policisë, drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, efektiv të shumë të policisë së shtetit kanë krijuar një kordon në mes të rrugës për të ndaluar kalimin e protestuesve.
dhe afrimin e tyre në drejtim të policisë së shtetit, janë efektiv të shumë policisë dhe automjetet policisë së shtetit të cilët janë duke qëndruar në mes të rrugës për të blokuar kalimin e protestuesve. Në këto momente shohim në pamje edhe protestuesit e parë që janë duke u afruar për të shkuar në drejtim të drejtorisë së policisë së shtetit. Do të shohim nëse do të ketë një ndërhyrje më përpara të efektive të policisë, apo do të presin që protestuesit të afrohen, pasi shohe dhe automjetet e shumta të policisë që janë të rreshtuara pas policëve. Një molotov është hedhur në këto momente. Molotovët vijojnë në përkoshat e mbeturinave, ashtu si që kemi parë gjatë gjithë rrugtimit nga Kryeministria e deri përpara drejtorisë policisë, qytetarët protestuesit janë automjetet policisë, qarkullimi është blokuar në të dy krahët e Unazës, efektiv shumë policie kanë blokuar qarkullimin, ndërkohë që protestuesit kanë mbërritur dhe do të afrohen tani pranë drejtorisë policisë. Molotov kanë hedhur edhe në Lanë, në lulishten anës lumit Lana, ndërkohë që gjatë gjithë rrugës së tyre e kanë shoqëruar udhëtimin me molotov në përkoshat e mbeturinave, vijon hedhja e molotovëve, ndërkohë që turma e protestuesve është afruar dhe është afro 30 metra larg nga kordoni i policisë së shtetit. Shohim efektive të policisë të cilët janë të pozicionuar në vendet e tyre, është rritur numri efektive të policisë dhe janë të pozicionuar përpara drejtorisë së policisë në mes të rrugës, duke krijuar kështu një mur për të penguar kalimin e protestuesve dhe për të afruar përpara godinës së drejtorisë së policisë. Protestuesit kanë mbërritur tani shumë pranë, në krye të tyre janë deputet, por është edhe kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, ashtu siç e kemi ndjekur, me flamujt kombëtar dhe flamujt të Bashkimit Evropian, ndërkohë që zoti Berisha po afrohet i shoqëruar nga deputetët dhe nga mbështetësit e tij përpara drejtorisë së policisë. Po, vjojmë të ndjekim në transmetim të drejt për drejt, është shumë e vogël distanca tani mes protestuesve dhe kordonit të policisë. Berisha atakoi edhe drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Ilir Proda, ku tha se së bashku me Ergy Sagasin janë ata mercenarët e Edi Ramës. Vjoj thirrjet Rama ik. Mirë, lidhem edhe njerë me Klodi Lalën tani, të shohim nëse ka informacione të reja Klodi dhe çfarë përcjell. Klodi, të kaloj linjën. Përshëndetje sërish Nisida, sikurse po e shikoni, bashkë me operatorin Ervin Daja ndodhemi përgjatë Lanës në drejtim të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, ku është zhvendosur edhe protesta e opozitës ditën e sotme. Ndryshe nga protestat e tjera kombëtare, kjo protestë është konfiguruar ndryshe, sepse protestuesit nga sheshi përpara godinës së kryeministrisë janë duke u zhvendosur në drejtim të godinës së policisë së shtetit, pra aty ku ky institucion drejtohet nga zoti Ilir Proda, sikurse ju e dini ka patur në vimësi akuza nga Partia Demokratike